لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Mesihu nuk e ka as pak për turp të jetë rob i Zotit, as melekët e afërm nuk e kanë për turp këtë gjë. Kushdo që tërhiqet nga turpi për të qenë rob i Zotit dhe të krekoset, ai që të gjithë do t'i kthejë te vetja e tij, Zoti do t'i mbledh në audiencën e tij të gjithë ata që krekosen dhe e shikojnë të turpshme të jenë rob të Zotit, dhe ai do t'u jap atyre ndëshkimin e merituar. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Atyre që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, Zoti do t'u jap shpërblimin të plot dhe do t'u ashtojë atë nga mirësitë e veta. Kurse ata që e kishin për turp të jenë rob të Zotit dhe u krekosën do të dënohen me një ndëshkim pikëllues, dhe përveç Zotit nuk do të gjendet asnjë mik, asnjë ndihmues që t'i shpëtojë ata nga ai ndëshkim pikëllues. Zoti pasi tregoi në këtë sure të madhëruar punët e jehudive, të krishterëve e të munafikëve, si dhe dyshimet që ata kishin, u dha atyre dhe përgjigjet e duhura dhe për t'i ftuar të gjithë njerëzit që të pohojnë profecinë e Muhamedit, urdhëron e thot: Ja eyyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Fa amma alladhina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. O njerëz, me të vërtetë ju ka ardhur juve një argument i madh nga Zoti juaj, kemi zbritur te ju një dritë të dukshme, dhe ata që besojnë Zotin dhe e marrin me kujdes atë dritë, sa afërmi Zotit do t'i fusë në mëshirën e tij dhe do t'i drejtojë kahvetja në udhën e drejtë. Shpjegime. Fahri Razi u thot se fjala burhan, argumenti i madh është për vetë Muhamedin, sepse ai e kishte zakon të vërtetonte të drejtën me argumente dhe të mos e pranonte të kotën, po me argumente. Prandaj Zoti ynë e ka quajtur burhan si të ishte ai argumenti vet. Pasardhjes së Muhamedit qoftë bekuar si profet, me që në sheriatin e tij nuk ka asgjë të fshehtë, askush nuk i ka mbetur shteg që thot unë nuk dija gjë, mua nuk ma mori mendja, prandaj nuk besova. Pejgamberi dhe sheriati i tij janë argumente që i mbyllin gojën çdo njeriu. Fraza nuran mubina, dritë e dukshme, është për Kuranin e madhëruar, sepse Kurani është bërë faktor që të ndriçohen zemrat e njerëzve me dritën e besimit. Kurani tregon urdhrat e Zotit dhe ka larguar errësirën e padijes së kohës para Islamit, prandaj ai meriton të quhet dritë e dukshme. Mëshira e Zotit në këtë ajet është për xhennetin. Fjala fadl, mirësi, është për të mirat e xhennetit, të cilat janë aq të bukura sa nuk ja merr mendja kurkujt, sepse ato as nuk i ka parë, as nuk i ka dëgjuar njeri. Fraza sirate mustaqime, udhën e drejtë, është për fen islame. Zoti u premton atyre që besojnë dhe që e marrin Kuranin me kujdes, do me thënë që veprojnë sipas thënieve të Kuranit, se do t'i drejtojnë në fen islame, cila të dërgonte Zoti i paqebardh. Me këtë ajet Zoti e ka lavdëruar pejgamberin ton me shumë cilësi, me qëllim që t'i nxit njerëzit që ta besojnë atë dhe tërthorazi qorton ata që nuk e besojnë. Zoti e ka quajtur Muhammedin burhan, argument i madh i ardhur nga Zoti. Kjo do thotë se Muhamedi e ka vërtetuar profecinë e vet me mrekullitë që ka shfaqur, prandaj ai duhet besuar e ata që nuk e besojnë meritojnë të kritikohen. Kuranin që i ka zbritur pejgamberit Zoti e quan dritë të dukshme dhe u premton atyre që veprojnë sipas thënieve të Kuranit se do t'i drejtojë ka udha e drejtë. Të gjithë këto lavdërime për Kuranin janë edhe nderime për Muhamedin që e ka përcjell Kuranin e madhëruar me gojën e vet të pastër. Zoti me madhërinë e vet, sikurse e filloi këtë sure me çështjet e trashëgimisë për ta përfunduar po me të tilla çështje, urdhëron e thot: Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukht falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma tarak wa in kanu ikhwa rijalan wa nisa فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Kërkojnë prej teje fetva shpjegim të dispozitave të Kuranit sipas sheriatit. Thua ju, oj dashurim, Zoti u jep fetva për punën e atij, pjesëtimin e pasurisë që nuk ka lënë as bir e bi e as nën e baba. Në qoftë se vdes një burr pa fëmijë dhe ka një motër, asaj i jepet gjysma e pasurisë që ka lënë i vdekuri. Në qoftë se vdes motra pa fëmijë, vllai bëhet trashëgimtar i pasurisë së saj. Nëse janë dy motra, atëherë të dyja marrin 2/3 e pasurisë që ka lënë i vdekuri.
Nëse janë vëllezër e motra trashëgimtar, atëherë mashkullit i jepet sa 2 pjesë të femrës. Zoti tregon dispozitat që ju të mos humni udhën, sepse Zoti di plotësisht çdo gjë. Shpjegime. Hazini thot Buhariu e Muslimi së bashku tregojnë se shkaku i zbritjes së këtij ajeti është pyetja e të madhit Xhabir ibn Abdullah, kur Xhabiri është sëmur për vdekje ka shkuar ta shoh pejgamberin me Ebu Bekrin. Xhabiri ka thënë: "O i dërguari i Allahut, unë s'kam as fëmijë, as nën, as bab. Jam kelale, si do të pjesëtohet pasuria ime?" Atëherë ka zbritur ajeti. Disa kanë thënë se Xhabiri ka pyetur pejgamberin me këto fjalë: "O i dërguari i Allahut, unë s'kam trashëgimtar dhe si kelale që jam, si do ta pjesëtojnë pasurinë time 9 motrat e mia?" Për këtë pyetje ka zbritur ajeti në fjalë. Prej kësaj kuptohet se me fjalën kelale mund të cilësohen trashëgimlënësi dhe trashëgimtarët. Kur me këtë fjalë cilësohet trashëgimlënësi, do të thotë i vdekuri që nuk ka lënë as fëmijë, e as nën, e baba. Kur me këtë fjalë cilësohen trashëgimtarët, do të thotë trashëgimtari që nuk është fëmijë i të vdekurit, e as nëna e babait i tij. Se ku përdoret fjala kelale, në kuptimin e parë apo në të dytin ka pasur mendime të ndryshme edhe nga sahabët. Bejzaviu thotë se ky ajet është i fundit, ndër ajetet që tregojnë dispozita. Surja që ka zbritur më në fund është sure Et-Teube, kështu kanë thënë së bashku Buhariu e Muslimi.